Ndërkohë, lexoj që ke filluar dhe universitetin, pastaj e le se nuk duhet paguaje kredin studentore. Nuk e shije. Njerëzit që këtu dhe amerikanët vazhdojnë të paguajnë kredi studentor shumë vite mbas mbarojnë universitetin. Po pse ke kaq pyetje? Ajo është një pjesë kredi për shtëpi, kredi për makinë, kredi për student. Kuptoj. Futesh në një burbull këtu që je gjithë jetën e mbytur nga kredi. Shiko, a të them diçka, ajo është e vërtet, por unë ka përshtypjen që edhe ti veti ke bërë çik rezistencë. Ajo është aq pjesë jete, domethënë është aq e zakonshme, ajo është kështu si s'ka nevojë të thuhet fare, pra ti shkon në shkollë, të paguash kredin, ti paguan kredi për të, kredin bille, e dim neve se shqiptarët na e ka mësuar, edhe shqiptarët e Amerikës e ka mësuar këtë fjalë edhe këtu. Por ka përshtypjen se ti vetë e ke bërë rezistencë, apo jo? Mund t'i dhe si rasti Orgitës. Po, edhe kjo mund të jetë. Nuk e di, ndoshta nuk e kam parë vetëm asnjëherë. Erdha me ide se nuk e di në Shqipëri vazhdon të jetë kjo që jeta më e mirë është jashtë me patjetër, jashtë Shqipërisë.